kur jam largu pe Kurdës, nuk është që më ka thirrë trepsha ta thënon, po e kom pa që Po luajn po talentat. luajn talentat, bile në atë kohë edhe pak më herët që shpa edhe kampion i Kampion, Kosovës, po po. ketë me lojtarë të Shumë ri. të ri ka pas Me ekipin e lojtarë të vërtet. ri edhe për që ata kom vendos me ju bashkangjit juniorëve të trepsës ta thënon. Po. Aty e kam pas trener Shpëtim Idrizin. Ai ka qenë më herët treneri E U19 po. e juniorëve. Edhe kom vendos aty me ju bashkangjit juniorëve. Po s'm ka rrosh shumë me lu se Po. vetë 6 muaj, tani Shpëtim Idrizi po treneri i ekipes të parë. Edhe të ka marrë mendja. Edhe me herë më ka marrë në ekipën e parë. Do me thonë, po ka ndodhur ajo fatkeqësia pandemia, do me Po, thonë po. edhe më ndërprej Po liga, nivou, nuk u lu hiç. Po me të kallëzu drejtun në atë kohë kur u ndërprej pandemia, veç nuk jam nol ku mushtru shumë, edhe ku mushtru edhe privat shumë me trener kondicional e kështu. Edhe kur jam kthy domethënë atë në treningat e parë, unë i ri, ma shumë energji e kështu, Po. edhe që aty besoj e kom fitua edhe venin në trepsë të thënon. Që ju morë shumë ma i pregadit, ka pas lejton normal, aty ju Po. morë në armana e kështu që ju morë shumë profesionista, po ju më kanë edhe unë njëni pe tyne që nuk ju më ndalu, sidomos me kondicion. Po. Debuton kundër Drenicës. Qysh e mon men lojën e parë? Po, u konë normal. Emocion, Ndeshja e parë, u konë diçka që nuk e harroj kur u konë Drenicë, bili na konë të shty bash na dhe Drenica për mos me ronë pe ligë. Po. U konë në ndeshje që u dosh me fitu pa tjetër, e shena dhe ma ka si me thonë, ma ka hop rrugën ajo ndeshje, dhe ma thonë, ma ka jep mundësin Shpëtim Idrizi, për më ka inkuadru pej minutës parë. Gjë që se kom pi gjatë javës, me thonë të rejten, po edhe ja kom shpërbi se kom bon deputim e kom më shënu gullin e parë. Po u konë gjenja, do me thonë që nuk e harroj asnjëherë.